Këngëtarja shqiptare zbulon betejën me kancerin në tru. Rrëfimi emocional për ndjekësit. E zbulova para 2 muajsh, jam duke dhënë maksimumin që të. Këngëtarja shqiptare Rinesa, e njohur për publikun si Rinesance, ka prekur ndjekësit me një rrëfim emocional në rrjetet e saj sociale, teksa ka treguar se po lufton me tumorin në tru. Me anë të një postimi në Instagram, artistja, e cila karrierën e saj e ka zhvilluar në SHB, tregoi për fansat se prej 2 muajsh po përballet me probleme serioze shëndetësore, që kulmua me një shtrim urgjent në spital më 18 prill 2025. Pas ekzaminimeve, ajo u diagnostikua me tumor në tru dhe ju nënshtrua 2 operacioneve të vështirë. Dërsa tani Rinesa ndodhet e shtruar në spital, ku pritet të fillojë terapinë radiologjike. Deri para do jave se kom ditë çka po ndodh. Mënyra se qysh ka rrjedh gjithçka është bekim në vete për mu. Muzika është motivi për me e kalu edhe këtë sfidë, shkroi ai. Ajo çka vlen për t'u admiruar është se këngëtarja po e merr me sportivitet këtë sfidë, teksa shprehet se gjithë këtë kohë ajo tu e jep maksimumin me u shëru sa më shpejt. Dashnia edhe përkrahja e juve ka me qenë forca jema e madhe. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.